por duhet ju bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, motrave dhe vëllezërve, që hapini syt nga Shqipëria, edhe kur t'jeni duke parë Big Brotherin. Unë e di që ju nuk e lëni dot Big Brotherin pa, sepse populli i ka qef, thash e themet. Populli i ka qef këto historitë, kush fleti, me kë fleti, çfarë hëngri, çfarë i tha, si e pa, ku e puthi, si e puthi, a e gjujti, a se gjujti, me kë ka rënë ky dashuri, me kë ka rënë ajo dashuri. Këto janë çështje që nuk i përkasin interesave të mia, por të gjithë ata të cilët duhet të kuptojnë se çfarë po ndodh në Shqipëri, duhet të përpiqen që të sa herë të jenë duke parë edhe Big Brotherin, gjatë kohës që janë duke e parë Big Brotherin, të mos heqin mendimin nga Shqipëria. Shqipëria është shumë e rëndësishme, miq. Ju e kuptoni, 10 milion shqiptarë në gjithë botën, të gjitha baterit janë drejtuar tek shtëpia më e famshme e Shqipërisë, ke Big Brother. Unë nuk kam asgjë me Big Brotherin, secili e di vetë se çfarë bën, është një format argëtues, njerëzit hyjnë, flasin, bëjnë, por kujdes. E gjithë vëmendja e popullit zhvendoset për 4 muaj rresht në një moment tjetër, në një vend tjetër. Unë nuk ju mësoj kur, as do ta bëja kur, ju vendos standardet kulturore tuaja, standardet apo shijet tuaja, qofshin ato kulinare, politike, kulturore, por edhe televizive. Unë nuk do të ndërhyja kur tek shijet tuaja, miq. Por unë do t'ju them me pastërtinë më të madhe të zemrës dhe të shpirtit. Kujdesni. Rrëmbimi i të gjithë vëmendjes së shqiptarëve për 4 muaj rresht tek shtëpia e Big Brotherit është një akt jo i pamenduar, që duhet mendohet mirë edhe nga shqiptarët. Nuk po ju them shifni apo mos shifni, ju shifni çfarë ju doj zemra ju. Por kur jeni duke parë, mos harroni që është duke u gatuar edhe fati i Shqipërisë tuaj. Edhe fati juaj, dhe pavarësisht se unë nuk besoj shumë tek kinematografia e realizmit socialist, e sjell sa për shembull e keni parë filmin e Ismail Qemalit kur shkoi me blef me ngrit flamurin në Vlorë. Kur i tha ai plaku ri sonte këtu, se nuk bëhet qameti për një natë, Ismail Bey. Unë tha, qameti mund të bëhet edhe për një orë. Ndaj, pavarësisht kush është dakord me filmat e Kino Studios apo jo, ky është debat tjetër. I referohem kësaj ngjarje historike sepse momenti në të cilin kalon Shqipëria sot është historik, një lloj si Shqipëria e 1912-s. Mbajeni shënim këtë. Dhe unë, kur ju them 4 muaj do merret vëmendja e shqiptarëve, nuk ju bëj ftesë as të bojkotoni, as të shani, as të merremi me Big Brother. Po ju bëj ftesë, kujdes. 4 muajt më vendimtar të Shqipërisë do jenë tani, edhe të rajonit, edhe të botës. Ndaj, është tjetër histori se çfarë është Big Brotheri. Atë po deshet më shkruani ke komentet. A doni ju ta dini mendimin tim për Big Brotherin, për shembull? Mund të më shkruani ke komentet. Nëse ka interes, unë ju jap mendimin tim. Nëse e doni ta dini çfarë mendimi kam. Sigurisht, po ju a them me 5 fjalë, është një eksperiment social nëpërmjet të cilit elitat bëjnë matjet më të sakta dhe më eksakte rreth gjendjes së një populli. Pra, ka koka të mëdha, ka zyra të mëdha, ka llozha të rëndësishme, të cilat
ju bëjnë të kuptoni se çfarë po ndodh me atë që do të vijë për vendin tuaj dhe ka njerëz të cilët ju studiojnë ju imtësisht. Si silleni, si reagoni me Krishnik Osmanin, si reagoni me Big Brotherin, si reagoni me programet e Top Channelit, si reagoni me Blendi Fevziu, si reagoni me Grida Dumën, si reagoni me të gjitha ofertat dhe ushqimin kulturor që ju jepet ju. Big Brotheri, që do të marrë vëmendjen e shqiptarëve në këtë moment shumë të rëndësishëm gjeopolitik që po kalon bota, është një test spektakolar, psikologjik, emocional, kulturor, kombëtar, politik dhe është një mekanizëm, mega mekanizëm i cili synon instrumentalizimin e mendimit masiv kombëtar duke e kanalizuar atë tek mullind e elitave të vendit, e parisë së vendit, duke e instrumentalizuar vëmendjen tuaj për llogari të agjendave të tyre. Tani, unë nuk marr përsipër të them bëjnë mirë apo bëjnë keq ata që hyn e merren me këtë punë, sepse secili është i lirë në këtë botë të bëjë çfarë t'i doj kokra e qefit vet. Unë po ju them, ruajeni intelektin tuaj dhe vëmendjen tuaj, ruajeni dhe mos ja dhuroni askujt atë kështu me sy të mbyllur. Askujt, as Krishnik Osmanit, mos ja dhuroni me sy të mbyllur. Pra, ky është eksperimenti dhe unë do ju ftoj masivisht shqiptar. I shihni apo nuk i shihni, i pëlqeni as i pëlqeni, bëni kujdes. Hidhini syt nga Shqipëria, sepse tani që energjitë tuaja devojiten për të marrë vendime të mëdha për Shqipërinë, energjia juaj synohet të kalojë të gjitha në Big Brother. Dhe ju e dini ç'është Big Brother, e di keni më mirë se sa unë. Ju bëj ftesë, t'ja tregoni këtë edhe miqve tuaj me të cilët rrini. Ismail Qemali tha, për një natë bëhet qameti, i tha ai Ismail Qemali tha, edhe për një orë mund të bëhet qameti. Ndaj, 4 muaj Big Brother që do të marrë 70-80% të energjisë kulturore dhe mentale të shqiptarëve, do të marrë vëmendjen, ruajini pak nga vëmendja juaj për Shqipërinë. Ky është mesazhi im. Të hymë tashmë në thela. Është misioni pa mundur, apo nuk është misioni pa mundur, Ilirian, unë këtë nuk e di. Detyra ime para historisë, para vetes, para kombit, është që të flas. Ta shpjegoj atë që unë di dhe t'ua tregoj popullit tim të dashur që unë i dua, edhe kur nxehem, edhe kur shahem, edhe kur sulmoj, por edhe kur unë mërzitem me ju, si që mërziteni ju nga i herë me mua, në thelb unë kam dashuri për vendin dhe për ju. Dikush e beson këto, dikush nuk e beson. Ruani energjitë tuaja për Shqipërinë në këtë moment, sepse 4 muaj për t'ju marrë vëmendjen për Big Brotherin janë shumë, në këto momente që po kalon bota, se do të ketë zhvillime të mëdha. Sigurisht unë jam i vetëdijshëm se pa një fuqi madhore siç është Amerika apo BE-ja apo lojtar shumë me peshë, pa asnjë diskutim që unë dhe ju nuk kemi ç'tu bëjmë këtyre vetë. Duhet një fuqi madhore. Çështja është, të dashur miq, energjia e popullit tashmë e koordinuar me veprimet e SPAK-ut do tentohet të shpërbëhet dhe të thërmohet dhe të merret nën kontroll. Si do ta bëjnë ata këtë? Tashmë do t'ju shpjegoj. Dhe si po e realizojnë ata.
Shumë prej jush më pyesni dhe më thoni, o Kreshnik, pse nuk bashkoheni ju e gjithë opozita? Pyetja është shumë e bukur, e drejtë, legjitime. Pse protestoni secili më vete? Tani do t'ju shpjegoj se këtu është themra e Akilit. Këtu është çelësi i të gjithë pislëkut që po ndodh me këtë popull. Ata që na thonë bashkohuni, nuk na thonë bashkohuni që të ndërtojmë diçka të re. Ata na thonë bashkohuni dhe heshtni. Pra, dorëzojuni shumicës së atyre që protestojnë. Dorëzimi i revoltës tonë tek revolta e shumicës që proteston, nuk e bën ndryshimin e madh, por bën kapjen peng të zemëratës popullore. Çfarë ka bërë Paria e Tiranës? Ka ndërtu 3-4 protesta, 5 protesta, dhe secila del më vete. Saliu del dhe thot, ata që nuk protestojnë me mu, bëjnë opozitën e opozitës. Bukur shumë. Ai që i dëgjon në televizor thot, Berisha ka të drejtë. Përse këta nuk bashkohen me Berishën? Këtu është çelësi. Adriatik Lapaj, nga ana tjetër, del dhe bën protest në vete, Qori bën protest në vete, Shehaj bën protest në vete, secili nxjerr nga 100 veta dhe thot, unë jam me ardhmja e Shqipërisë. Si ta kuptojmë një protest të vërtet nga një protest të ideuar nga sistemi? Ky është thelbi, dëgjoni, mbani shënim. Fillimisht, unë e përshëndes popullin opozitar dhe çdo njeri që del të protestoj, por dorëzimi i protestës time tek Muli dhe tek Berisha, ky është një opsion që nuk ka për të ndodhur kurrë. Pse? Sepse ata e kanë patur mundësinë disa herë, i është dhuruar besimi i popullit, e kanë marrë besimin dhe e kanë bërë kulla dhe kanë bërë biznes me ta. Tashmë, ne duhet të protestojmë, por protestën e kap Saliu. Sepse Saliu thot, jam unë opozita. Ndërkohë, thot Saliu, çdo kush që nuk pranon të vijë protesta ime, është duke i shërby Edi Ramës. Adriatiku thot, unë do dalë do protestoj vetë, thot, dhe bën qefje dhe ruajtje aty, dhe thret mediat aty. Si ka mundësi? Jo, ta shpjegoj unë tani, ta shpjegoj unë. Unë nuk po ju them njerëzve mos dilnin protesta. Dëgjoj me kujdes se unë jam shumë preciz në atë që them. Protesta është legjitime në çdo minutë dhe në çdo moment. Por mos e dërzoni protestën as tek Saliu, as tek Muli, as tek askush. Adriatiku mori 70.000 vota, 65.000 vota me Endri Shabanin, i dogjën i çuan në Kosh të Plerave, bashkë me atë Konomin, Arjan Konomin, që i herë është me Big Brother, i herë është me Top Channel, i herë është me Adriatiku, i herë është me popullin, i herë është me ju, i herë është me mu. E morën popullin, i dogjën votat, dhe Adriatiku nuk del një gazetar që të dalë dhe ta pyes dhe ti thot, përse ju, zoti Lapaj, ende nuk i keni kërku falje shqiptarve që ju adogjët votat?
me Endri Shabanin? Përse ju u bët me Endri Shabanin? Kush ju orientoi të bënit marrëveshje me Endri Shabanin? Si i dogjët popullit votat? Dhe si guxoni tashmë t'i kërkoni sërish popullit që të bashkohet me ju, pa i dhënë ende përgjigjet që i kanë kërkuar prej jush. Ata dalin në shesh me 5 veta dhe vjen Top Channel-i, A2 CNN-i, Euronewsi, Carlo Bolino, vinë me gjithë mikrofonat dhe ja drejtojnë tikut. Live në Top Channel, live në gjitha media dhe portalet, live me kryesor, Adriatik Lapaj po përleshet me policinë. Saliu del që ishte mbështetësi i Lapajt dhe financuesi i tij përpara, ju a kam thënë unë, Saliu ishte mbështetësi i Lapajt, Rama ishte mbështetësi i Shabanit. Si mundet ti ku që dogji me Shabanin 60.000 vota, shkon e bën live Top Channel-i, i cili s'ka bërë një live bashkë me A2 CNN-in, bashkë me gjithë qelpsirat e tjera, një live nuk ka bë për Kreshnik Osmanin dhe Lëvizjen Adeu, një live, edhe pse ishim në garë. Shenja numër 1 që një protest është e sistemit është kur gazetarët vrapojnë gjithë atje. Sonte ishte nxef Qim Peka me gazetarët dhe u kishte thënë kurva. Qim Peka ka dalë dhe ka thënë, ka degeneru gazetarët dhe media. Bëni vetëm një llogari, miq. Bëni vetëm një llogari vetëm. Si është e mundur, Ky Kreshnik Osmani ka 12 vjet. Si është e mundur black out komplet për çështjet e Shqipërisë? A nuk ju thot kjo asgjë? Mua ata edhe sikur të ftojnë tani unë nuk i shkoj më. Sepse ku shkon që ata bëhet pis, po u bashku populli, ata le të vinë tek ne. A mendoni ju Adriatik Lapaj që shpenzoi 3 milion euro për të bërë fushat? E di unë çka kam heq me bankë të mbyllme me bë fushat. Ai merrte ekipe dhe rinde nga i muj në Amerikë, me shku në Amerikë me neti muj me ekip 5 veta, 7 veta, duhen minimalisht ja $200.000, $300.000. E me shëtit e në përsallat mëdha. Kur nuk keni për të besu se një njeri që e fabrikojnë dhe e prodhojnë mediat e sistemit është kundër sistemit, kjo është rrena më e madhe. Nuk kam asgjë personale me atë Adriatik, kjo është rrena e madhe vëlla. Stop lying people. Mos i gënjem më shqiptarët se nuk i ha më njëri këto aktrimet e tuja, Adriatik. Sa dalësh ke sheshi, dhe ju kërkoj ndjes për intonacionin, sa të bëj Adriatiku, sa të nxjerr Adriatiku nga pas një ajër, vje media dhe janë nxjerr aty. Janë nxjerr në televizor. Ishte lojtari Berishës dhe ishte mori garancinë e Ramës me Endri Shabanin. Endri Shabani u shpërbly me avokatin e popullit, si do dalin rruga i njëri e din vetëm ai. Por këta nuk kanë turp. Qartë? Si do dalin rrugë ky Shabani nesër unë nuk e di. Por këtu kanë dalë ata që ju a kanë therë mishin 50 vjetë. Gjithë prokurorët e komunizmit dalin pin kafe në blok.
një pështym surrat si kanë hëngër. Sekti nuk ka turp. Berisha tani thot e përgëzoj shumë llapën, thot, ndërkohë që Fatmir Mediu del duke u zgërdhy fotografi me Damian Gjiknurin dhe me Bledi Çuçi. Në kongres. Kush është filmi? Kush është filmi? Janë të gjithë bashkë dhe po krijojnë opozita të ndryshme në mënyrë që të mashtrojnë shqiptarët. E besoni këtë apo se besoni, tani si t'ja bëni ju. Dilni protestoni fuqimisht vetëm, por mos ja falni revoltën tuaj Berishës, as Ramës, as Lapajt, as kujt tjetër. Revolta është e juaja. Revolta është e juaja, protesta është e juaja, mos ja bëni atë dhurat as kërkujt.